A hala nuk e mush men, mos jush men, me sy qelë si arush flen, qumen, a peshe qatë sen. Big up gjithë fansave të hip-hopit, ja pra kena një super emision sot, në një super të ftuar Bim Bima, për ju që se njihni. Një Prishtinalist straight from Prishtina to Tirana on Hip Hop District. Mirë se na erdhe në Hip Hop District, jemi shumë të lumtur. Unë realisht kam pritur, më thënë, për një kohë të gjatë pasi jam fansat ata, dhe njerëzit që kam takuar për që thonë, falë po Bim Bima, pse nuk e merrni, dhe unë që them, okej, po ju jeni kaq të vegjël, ku e njihni, ku e dini, pra kjo do të thotë që Bim Bima ka arritur kapi dhe një brez shumë të ri, përveç atij vjetrit. Edhe ajo ma bën qefin kur e dëgjoj që ka të ri që interesohen për muzikën e mirëfillt hip-hopit. Po, pavarësisht se ti dhe Sidi vazhdoni të pëlqeni muzikën e vjetër që të dy, arsyeja pse Sidi sot është shumë i lumtur që ti je këtu është se të dy keni të njëjtat preferenca muzikore. Unë vazhdoj të kem rival, vazhdoj të kem armiq në emision sa herë që vinë artistët që luajnë muzikën underground, që pëlqejnë old schoolin. Megjithatë unë s'kam asnjë problem kundër kësaj. Edhe artistët e juaj e pranoj. Po s'mund të kesh. Jo, nuk kam. Se na rrënjët e kulturës hip-hopit. Nuk kam asnjë problem. Po, dhe për këtë ne do flasim akoma më tutje, do thellohem, do flasim si për hip-hopin e vjetër, për hip-hopin komercial që ata nuk e kanë qef, dhe kënga parë është Method Man, Redman, The Rockweiler, super këngë. Dhe unë i prapë me Bim Bima në Hip Hop District. Se nuk muj me kursy asni cen, mas fakti me. Ja pra, u rikthyem me gigantin këtu. Unë kam një pyetje, si e shefti skenën e hip-hopit në Kosovë dhe çfarë ndryshimi ka ajo me skenën e hip-hopit në Shqipëri? Skena e hip-hopit në Kosovë, për mu përmenje tem, një përqindje shumë e madhe e saj është kopje e skenës hip-hopit që bëhet në Amerikë shtash. A në Shqipëni... Një kopje shëmtuar. Normalisht, made in China, do me thonë, ato pajtona plotësisht, e në Shqipëni është pak, skena është pak kopje e skenës Kosovës. Se na e kena atë dialekti gig, do me thonë është ma shumë për toke, ma i ngjan hip-hopit edhe është si frengjesht njëhet. Ndërsa, kur vjen puna për me shkru libra, me fol në parlament, është dialekti. Ata që po e përdori edhe tani që me marrë vesh shumica. Në fakt Bim Bima është i pari që po e pranon këtë gjë, pasi ne kemi pyetur edhe të ftuarit e tjerë dhe kjo ka i vetmi person që e pranon që Shqipëria po bën një kopje Kosovës. Po se fillimisht me hip-hop, taman qysh i ka hije hip-hopit me zhargon të rrugës e me fjalor të rrugës, e ka nis kosovarët, o nis në vitin 2000, 2002, edhe prej atëherë, do me thonë, hip-hopi shqip që bëhet në suazat e dialektit geg edhe temi kopje e kosovarëve. Po nuk është thonën që po thëmë që artistat janë kopje, po vetë rryma, kultura si kultur është vjen prej Kosovës. Ti pse mendon ti se ndodh kjo, domethënë, thjesht sepse është më bukur që të flasësh në atë formë? Është më eron plak. Është më eron. E kuptoj, po. Apo do është e kam fjalën domethënë është natyrale, apo është e menduar që dua ti përshtatemi tregu? Jo, është shumë natyrale, se përpara kur e kena nxjerr para se me nxjerr albumin e Enarve, e Gjelin, për komo tatuazh, hip-hopin Kosovë ka qenë në dialektin tosk. Edhe kur dolën Enarët, ndroi komplet. Do me thonë, u përdor dialekti geg për me realizu hip-hopin gjuhën shqipe, edhe prej asaj dite komplet shqiptar që janë, përdorin geg ma shumë. Edhe artistat e Shqipënis, përdorin gjys geg, gjys tos. Mos të thom ma shumë, ma pak, plus minus. Unë këtë po pyesa, domethënë, për mendimin tim duket sikur është një diçka logjike që e bëjnë për të bërë normale me logjik. Qa bon, ose diçka e tillë është çik më e egër se sa qa bëre. Po. Edhe i kena fjalët ma të preme. Do me thoni kena kuptimet, me pak fjale kena një kuptim që juve vynë 2-3 rjeshta. Është e vërtet. Megjithatë, një artist i cili nuk arrin do t'ja kapin fare se çfarë thot dhe sa shpejt këndon, është Eminemi. Po. Cilën ju e keni përzgjedhur sot që të jetë pjesë e Hip Hop District. Ne i ndjekim me këngën I Am. The Way He Is. But you shake it, I can't believe it. I ain't never seen her ass like that. Dhe ja pra mbas jemi kthehemi sërish me Bim Bima. Ajo që unë dua të di nga Bim Bima është që qenë se ti je i vjetër në skenë dhe pëlqen atë hip-hopin e vjetër. Kush janë trendet në hip-hop? Të reja, domethënë. Çfarë mendon që është diçka trendi së fundmi në hip-hop? Së fundmi, ashtu nis prej stilit të veshurës,
në stilin e të kënumës, të kënduarit, përpara për me bo një këngë hip-hop, për me qenë artist i mirë fill të hip-hopit, të është dasht me paraqit një problem social, një diçka që e mundon popullin, lagjën tënde e tjera, e sot është kapitalizmi flet. Do me thonë flasin për goca, për lek, për makina, do me thonë kjo është trendi. Ky është një trend i keq. Sipas me, po, kjo nuk... Po pra, as diskutohet që është trend i keq, po në një trend pozitiv? A kemi diçka pozitive në fond? Shumë pak. Do me thonë, ata çuna që janë tri, që e bëjnë një mix të hip-hopit vjetër me trendet e reja, do me thonë i marim vetëm pozitivet, ai kombinim është i mirë. Se ka dhe artista që janë tri që njekin hip-hopin e ri, po prape ka një ton të hip-hopit old school që vjen prej hip-hopit mirëfill. Për mendimin tim është dhe kultura që ka, çfarë do të thonë sa njeh kulturën, që pastaj mund të shpreh edhe me bita të reja dhe me gjëra, po mjafton që të flasit për kulturën dhe është brenda temës. Po trendet që ndjek ti në jetë, për shembull, S'ka shumë në apet, akoma kam ngel të ngu muzikë të 99-ës, 98-ës, 96-ës, Tupac, Biggie, Nas. Edhe këto të reja që janë, vetëm i shoh kështu për kuriozitet, për me po qa po i ndodh kulturës time të dashur të hip-hopit sot. Që do me thonë është një deg e biznisit. Shikon pak edhe për gocat ke videoklipe. Shikon pak edhe për vajzat që janë nga te videoklipe. Jo. Jo. Nuk po më gënjen. Jo, se duhet. Okej, në rregull. Jo, se një pjesë e njerëzve do të thënë joshën pak edhe nga femrat që ata përzgjedhin videoklip, ndoshta kjo është një mënyrë për ta bërë më interesant klipin, duke qenë se kënga ndoshta nuk është aq interesante. Po pasi që seksi shitet, do me thënë gota gjysmë të zhveshura e shesin atë këngë, atë produkt. Okej, ma bëni halal që jam kështu më të shkurt. Jo, ti je shumë mirë, shumë rregull. Ishte edhe shaka. Do kalojmë te kënga rallës, që është trendi. Super cool. Jump. Ja pra i malli Tupac. Unë kam një pyetje. Pavarësisht si bjesh me KRS-One-in, kupton është me KRS-One është profesori. Okej, e di. U bë një ca puntata që mungon KRS-One, zakonisht jemi unë, Sidi dhe KRS-One gjithmonë këtu mes nesh. Okej, shumë gust. Jo, unë e di që ty të pëlqen old school-i, po doja të të pyesja çfarë ndryshimi. Ai bën old school-i. Po çfarë ndryshimi shef ti, domethënë midis old school-it dhe new school-it? Po flisim edhe pak përpara, po çfarë është konkretisht ajo gjë që e ndan? Tematikat e këngëve janë ato që e ndajnë old school-in me new school, se old school-i sipas meje ka pas një shpirt në të shkruar, do me thonë liricisti e ka shkrini copë shpirtit të zemrës vetë për me shkru tekstin, në ndërsa këto të new school-it janë pa shpirt fare, të vdekura, sipas meje. Mund është mos mu pajtu me mendimin, kushdo mund është mos mu pajtu, po unë mendoj kështu. Por çështja është ti Bimbima pavarësisht se për vete zgjedh të bësh old school, për artistët e rinj ti shkruan new school, bën tekste për artistët e rinj dhe duhet theksuar që Bimbima ka bërë tekste që kanë dalë hite, janë bërë shumë të suksesshme. Kjo do thotë që ti detyrohesh bësh komercial për tjerë? Tash mu më vjen mirë. Jo komercial, se okej, po në moment se shkruaj kjo ide, në moment që bëhet hit kënga, është komerciale. Po se është shitur, tash mu më bëhet qefi që artistet e ri, edhe që nuk i përkasin zhanrit të hip-hopit, janë të interesuar me pas tekste me domethënie. Unë teksteve i kushtoj rëndësi jashtëzakonisht shumë. Kështu që kur e kanë dëgju dy tekstet para që i kom shkru për Nora i Strefin, që super hite, asnjë zoë dhe s'ki me ik. Që unë kam shumë qef asnjë zoë për vete. Do me thonë, ka nisë dhe artistet e ri me u interesua dhe me pas dëshirë me pas tekstet tilla. Tash R&B, jo hip-hop, çfarë do që janë pa marrë parasysh, e rëndësishme e artistit që interpreton muzikë është të flasë, të lë porosi edhe të ketë tekst kënga. Po, të dallohet nga këngët techno, house. Po. Okej, ideja e Bimbimës e faktikisht është që tekstet që bën Bimbima kanë gjithmonë një kuptim dhe kuptimi i këngës që ne do prezantojmë tani është ajo që e përfaqëson vendin ton, do me thonë Kosovën, vendin tem, që është i mbuluar me 60% papunësi, skamje, e tjera. Do me thonë vend joni dashur, është i paraqitur në 3 strofa, dhe pse teksti originalisht është 17 faqe,
Po ku me I fut 17 faqe në 3 minuta kam. Ose më është e libër ti kur t'kesh Po ka. do e bëj, ja. Ose një Albumin e album, ri. pak a shumë si French Montana ishte artisti I cili kishte vendosur ta bënte albumin e tij një këngë. si një libër, në një këngë Shumë e vetme. Që kështu besoj ti je personi I dur në Shqipëri për ta bërë Po këtë do gjë. e bëj, edhe konga thirret Zani Skamjes. Ta dëgjojmë zërin e Skamjes. I see no changes. Ja pra, u rikthyem, unë kam një pyetje, unë e di që ti ke bërë shumë bashkëpunime, ke shkruar të tekste, ke bërë video bashkë me artistë tjerë. Unë doja të dija ca gjëra personale nga ty, cilat janë ca nga përvojat e mira ose ato të këqija që kanë ndodhur, që edhe mund të thuash. Përvojat e mira, do me thonë, kur vjen të bashkëpunimet, gjitha janë përvojat mira, se nëse nuk nina mirë, nuk e bëj as bashkëpunimin e as kongën. Do me thonë, gjitha bashkëpunimet që janë bë për shkak të një pozitivës, një ndjenjës të mirë. Që në dy që të Po, dyja palët. a eksperiencat këqija me muzikë kam veç kur vjen puna për me I dhonë lekt për tekste edhe për punë. Kjo është eksperienca e Më e keqe, keqe. asgjë tjetër. Po, faktikisht, këto eksperiencat e këqija zakonisht I ka një njeri I cili nuk ka rregull në jetë, njeri që nuk di çfarë është respekti, nuk di çfarë është besnikëria dhe bimbima pak më parë, po më thoshte që vjen nga një familje ushtarake me shumë rregulla, me shumë rreptësi, ku nuk guxon të thuash gjën e gabuar apo të bësh gjën e gabuar. Dhe unë vi në konkluzionin që bimbima është një njeri automatikisht pavese, pa sjellje të këqija. Me respekt, me I dashur, I afërt, veç lutëm, mos u mundo me pas probleme. Atëherë do ketë probleme. Bëhesh I keq. Po se ajo Unë ana e nuk jam keqe problematike për vete. mu ka akumulu, nga që nuk e nxjerr. Po gjithë, imagjino, kupton tash ta çosh bimbimën diku jashtë shtetit në një vend, kështu që se njeh as njëri fare ose në mes shkëlqyes, ç'a mund të bëj? Ç'a lloj shpërthimi? Megjithatë po më thoj që s'ke vese. Jo, Je sigurt? po, Po s'ke. jo, nuk gënjej, kjo Do është të besim. bëne pyetje të rrezikshme Po, tani që jepi, pi çfarë bar? duash? Po, Okej. Pas ke vese. po nuk është ves kjo, se pasi Tashi nuk pije, ishte një shaka, bimbima nuk pi bar, se ju kalamaja që dëgjoni nga shtëpia, kupton, mund të mendoni që e ka thuaj që se kishte seriozisht, e besojnë. Nuk e ka seriozisht. Megjithatë, ne do vim me një këngë që flet për ca veset pa para, siç është gënjeshtra, tradhtia, vjedhja, Light It Still nga Round the Jewels. One check. Unë jam si rezultat I 25.000 watt me kabëllën kontakt me mic I bjene barabart me gen dead game në fight Masi ju gay në bajt I bjen me flejt to pass pain tonight Jëm gjysën e kohës në bëk se gjysën tjetër jasht Si piti qartë masi që ti kici art Kopje I fliqi prap si laskuca I tërheki zhag Muzikante pa aftën asfalt që me start Pi arti marin infarkt A unë s'po shkoj ma larg Deri so silna me pasat Ti kere të rentirat për mu dok ma fiti Tu po zirat me najt po sterk me tu shiti Tu menu mi shit bole rritit I shet bole vetit Qoshe ble një kopje original false Rolexit Dosh mi unë nështru kujdesit Se u keq kuptu koncept e repit E fjallë të mija mesin Atë jarta se 10 megapiksel Fotografin që ta bi e she XXL Hargjit na ka dale se jom dizel E në fund del që unë nuk bëj hip-hop As nuk knoj hip-hop Oj nuk jetoj hip-hop Unë jam hip-hop I vet I në gjithë për venin tem si armatura për cement Zoj ma shumë se 500.000 vet që kanë talent Po në realitet nuk I jipët rasti me bo sen konkret 038 rap Bimbima in the house You better recognize Era sa po kthyem nga kënga e Demi Portion, artist nga Franca dhe unë faktikisht dua të di duke qenë se bimbima çfarë na recitoi, si. It's freestyle. Freestyle po nuk ishte just hip hop, domethënë ishte shumë art, shumë poezi, shumë. Të thash I kushtoj rëndësia asoj që a shkruaj jashtëzakonisht Dhe shumë. faktikisht ajo që dua të di unë duke qenë se sapo ndoqën dhe këngën international, hip hop international. Kush është artisti që ti domethënë thua ky është I mirë, ky është I mirë në Shqipëri dhe në Europë edhe jashtë? Sepse unë personalisht kam dëgjuar artistë shqiptar që e thonë emrin tënd, domethënë që thon bimbima. Kështu dua di bimbima emrin e kujt thot. Për sa I përket artistëve shqiptar, I kam këta të klopës time, PINT, MC Kresh, Lyrical Sun,
Singular, Big Papa, ka plot. Kur vjen puna te hip-hopi amerikan është Nas, Mos Def, janë Talib Kweli, është Eminem, Biggie, Tupac, Wu-Tang, lista është e gjatë. Edhe te francez, Karis, Buba, Lunatic Muzon, plot. Edhe bile edhe të Chiles, nga hip-hop gjithë botës. Do me thonë se më intereson si është kultura hip-hopit në gjithë botën. Normalisht, për person që ja bën zmetin punës vetë. Po. Është një kulturë globale që nuk ka shtet botës që edhe ne jemi munduar te pjesët internacionale të emisionit që të cilin edhe këngë nga shtete ndryshme, ke kinez, ke afrikan, japonez. Edhe kur vjen puna te analiza e teksteve, pasi që kam mbaru për psikologji, i futem analizës. Ja analizoj çfarë thonë. Kjo pra ishte ne këtë pyetje do të kishim bërë që në fillim, kupton për çfarë ke studiuar, sepse normalisht vjen logjikisht. Ja, ka shumë bëj bilet pastaj edhe se si ti e shef veten, po edhe tjetrin. Edhe qasja. Pastaj. Si do interpretohet, si do e kupton ai tjetri që për shembull nuk di shkrim lexim. Domethënë një fjalë thjesht atë kapshme edhe kuptimi me të po i njëjti. Si ishte doktor shkence, si ishte një çun rrugë që shet paketa. Njësoj. Me pak fjalë Bim Bima nuk është thjesht një artist, nuk është thjesht një këngëtar, është një profesor Bim Bima. Me çfarë kemi pse ke është një këngë që është Biniman, kënga thirrët Sim Sima, edhe refreni është Sim Sima, uga të kistu ma bima. Mu më thrasim Bim. Ta Sim Sima Bim Bima, ja ku e ke iku. Blant të rill një më lang të em. O ba, okej, ta gëzosh emrin, është shumë i bukur, është shumë interesant dhe i veçantë. Dhe një artistit e cili ka emrin shumë veçantë përsëri është Madip, Rakim, Hoodlum. Super këngë. Rrugëve të urbanizimit, jom rritë në zonën e krimit, kur manin zonin thube nonën e bimit, nuk shina pitimit, Ja pa erdhën edhe te fundi e emisionit. Sa shpejt, e? Kalon kur jetë duke u Knaqe, kalove knaq. në qikë? Po, Do vish prapë? po. Edhe Restu të më të Unë vish sa herë duash. Po, atër sa herë vinë Shqipni vi. Në derën e kemi ta, po. Sa herë që të vish Shqipëri, kalon një xhiro këtej nga Medi, nga Lagja jo, nga hip-hop district, edhe e pim në i kafe. Ne tani do lançojmë një këngë tënde që është e re. Unë dohet të na thoje çik për videon, për bashkëpunimin, për Okej. si lindi. Bashkëpunimi është me Lyrical Sun, do me thonë është përveç që është kolege dhe është edhe shok im i mirë, i fëminist. Artist shumë i talentuar. Artist shumë i talentuar, ajo pa diskutim nuk diskutohet. Edhe videoklipi është dëshirë e një produksioni që ka ndosht me e bo videon për qefi. Do me thoni diçka që nuk dojnë me u pagu lek, mu marrë lek, veç dojnë me bo një video të mirë fill. Edhe i din nga videot e mija, unë kom qef ma shumë me pas storje filmike, se sa me pas atë klishen, me dal para kamerës edhe me dal me qit me dur. Kështu që e kam bo një kombinim të lezetshëm mes një ngjarjes filmike, edhe neve që interpretojmë, kënga është tjetër, është ndryshe prej këngëve që janë mësu me ndëgju për meje, po prapun e reflektoj vetën edhe reflektoj për synit tret qysh na sheh kur na gjykon. Edhe do me thonë ju thëmë që në qofse gjykoni, mos gjykoni, po ja u them unë si është. Do me thonë mendoj këtë. E prandaj edhe kënga thirrët Bim Bima Lyrical Sun, they don't know. Ideja. Një sekond, mos të mbyllni. Bim Bima duhet të thotë një mesazh për fansat e vet para se ta mbyllim. Unë kuptoj ta ndiqni me patjetër, s'ka shtik. Jo, mos ikni. Mesazhi edhe për fansa, edhe për të rinj, për hip-hop artistët e rinj, edhe për gjithë është. Ju lutem, rrini vetja juj, mos u bëni kopje, se kopja ekziston, po ti je një. If they don't know, now they know. See you next week. Hip Hop District. Direkt pik analizimit për një rrugëve të urbanizimit.